Një atentat I rënd ka tronditur zonën e Dukajgjinit në Shkodër, ku një pritje armatosur ka përfunduar në vrasjen e babe bir Prel Gjonit, 82 vjeç, dhe djalit të tij Lek Gjonit, 57 vjeç. Në sulm mbeti plagosur edhe Lazar Bashi, I cili ndodhej rastësisht në automjet. Gjëja dyshohet se ka ndodhur rreth orës 16, ndërsa viktima po udhtonte një Euforistratë nga banesa e tyre e vjetër në Dukajgjin në drejtim të Shkodrës, rreth 2 kilometra pas ndarjes së rrugës së Pultit. Me shoshin, automjeti është me breshëri armësh nga persona ende të pa identifikuar. Nga të shtënat, automjeti është dëmtuar rënd dhe ka përfunduar në anë të rrugës. Shoferi Lek Gjoni ka humbur jetën në vend, ndërsa babai I tij, Prel Gjoni, ka mbetur gjithashtu I vrarë. Në vendngjarje është gjetur më shumë se 50 gëzhoja. Sipas të dhënave paraprake të hetimit, autorët dyshohet se kanë përdorur të paktën 2 armë, një Kalashnikov dhe një MP5. Kjo ka ngritur dyshime se në atentat mund të kenë marrë pjesë të paktën 2 persona. Lazar Bashi, I cili ndodhej në pjesën e pasme të automjetit, ka mbetur I plagosur. Ai fillimisht është transportuar në spitalin e Shkodrës dhe më pas është dërguar në Tiranë për trajtim të specializuar. Gjendja e tij raportohet jashtë rrezikut për jetën. Pas së marrjes së njoftimit rreth orës 17:20 në zonë janë nisur forca të shumta policie, ndërsa në operacion janë përfshirë edhe efektiv të Reneas. Për shkak të terrenit të thellë malor, largësisë dhe vështirësisë së aksesit, forcat e policisë kanë mbërritur në vendngjarje rreth orës 19. Grupi hetimor ka nisur kontrollet në zonë për rreth për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Terreni I thyer, mungesa e sinjalit telefonik dhe e kamerave të sigurisë në rrugët e zonës e vështirësojnë gjurmërimin e personave që kryen atentatin. Parajtuesve, familjarët e viktimës kanë deklaruar se Prel dhe Lek Gjoni nuk njiheshin si persona problematik dhe nuk kishin ndjenjë për ndonjë konflikt që mund të lidhej me ngjarjen. Sipas tyre, një ditë para atentatit, babe bir kishin shkuar në banesën e vjetër në Dukajgjin, ku mbanin edhe disa koshere bletësh dhe po ktheheshin drejt banesës së tyre në Gru të Shkodrës. Megjithatë, grupi hetimor po verifikon disa pista ndër motivet e vrasjes. Një prej tyre lidhet me jetën personale të 57 vjeçarit dhe divorcit e tij nga bashkëshortja rreth 3 muaj më parë. Çifti kishte 4 fëmijë, por deri tani nuk ka prova konkrete që lidhin divorcin me atentatin dhe kjo pistë mbetet në fazën e verifikimit. Policia dhe prokuroria vijon hetimet për zbardhjen e plotë të dinamikës së ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve si dhe përcaktimin e motivit të vrasjes së 2 fish dhe plagosjes.